të kësaj sakrifice, ju bëj thirrje, mos i përkrahni ata që dojnë me një los edhe Rugovën edhe Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës. Shumë të dashur mërgjimtar, sot fal këtij vizioni rugovist, martirëve e dëshmorëve të UÇK-s dhe ndihmës së aleatëve, ne e kemi shtetin, e kemi flamurin, e kemi zërin, mes një Kosove e cila ecë krah për krah me aleatët e saj dhe një Kosove që rrezikon të mbetet e përçar brenda. Unë e di shumë mirë se cilën rrugë do ta zgjedhin rugovistët. Do ta zgjedhin Kosovën e bashkuar mes popullit të saj dhe Kosovën me aleat. Por sikur se shtetet, ashtu edhe njerëzit, nga njëherë mund ta humbin drejtimin kur e humbin busullën. Dhe sot, Kosova është përsëri në një udhkryq. Jo më mes luftës dhe paqes, por mes ngritjes në njërin anë dhe stagnimit në anën tjetër. Mes bashkimit në njërin anë dhe përçarjes në anën tjetër. Mes një Kosove që ka miq brenda e jashtë dhe një Kosove që rrezikon të mbetet e izoluar. Prandaj sot jemi mbledhur jo thjesht si një parti, por si një këmbë që do ta mbrojë shpirtin rugovian të Kosovës. Sepse kur zgjohet zemra rugoviane, zgjohet e gjithë Kosova bashkë me mërgatën. A do ta lëmë Kosovën të lodhet nga përçarja dhe nga krizat e njëpasnjëshme, siç po dojnë të tjerët? Apo do ta ruajmë frymën e shtetit, frymën e Rugovës që e betonoi përjetësisht në themelet e lidhjes demokratike të Kosovës? Prandaj, LDK-ja, si që tha edhe kandidati ynë për kryeministër dhe kryeministri ynë i ardhshëm dhe kryeministri që do ta zhvilloj Kosovën më në fund, Lumir Abdixhiku,